Sot kam zgjedhur të jem në Vlorë për komunikuar nëpërmjet jush drejt për drejt me qytetarët dhe opinionin publik mbi situatën e krijuar pas ngjarjes së datës 30 maj në Zvërnec, si dhe për masat që policia e shtetit ka ndërmarrë dhe do të ndërmarrë për të garantuar ligjshmërinë, përgjegjësinë dhe standardet profesionale që qytetarët presin nga ne. Ngjarja e ndodhur, mënyra e menaxhimit të saj dhe informacioni pasaktë i përcjell publikisht kanë cënuar standardin që unë kërkoj nga policia e shtetit dhe besimin që qytetarët duhet të kenë tek institucioni ynë. Për këtë arsye, kam marrë vendime të menjëhershme që në orët e para pas ngjarjes dhe janë nisur procese të plota hetimore dhe administrative për të nxjerrë përgjegjësitë përkatëse. Po ashtu, sot prezantova drejtorin e komanduar të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, drejtues Edvin Dreun, i cili do të ketë detyrën e rëndësishme të riorganizimit dhe forcimit të strukturave policore në qarkun e Vlorës në funksion të shërbimit ndaj qytetarëve dhe zbatimit të ligjit. Siç e dini, drejtori i Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë u shkarkuat 2 ditë më parë për shkak të dështimit në menaxhimin e tubimit të datës 30 maj në Zvërnec, po edhe për informacionin e pavërtet që u përçua publikisht për një qytetar që u mor forcërisht dhe u godit nga rojet e sigurisë private në kantinë. Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë ka nxjerrë gjithë mësimet e dhura dhe me të gjitha strukturat policore në varësi të saj duhet të identifikoj problematikat, si dhe të bëj propozimet përkatëse, qoftë për masa administrative të reja, qoftë kandidatura të reja drejtuese në drejtori dhe komisariate sipas nevojave. Menaxhimi i strukturave, i situatave dhe problematikave nga ana e drejtuesve të drejtorive dhe komisariateve në varësi, integriteti, transparenca dhe shërbimi ndaj qytetarëve janë element bazë të vlerësimit për ta, por dhe domosdoshmëri për të mos humbur besimin dhe mbështetjen e qytetarëve. I kërkoj Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë që të jetë sa më e hapur, sa më aktive dhe profesionale në shërbim qytetarëve dhe në zbatim të ligjit, dhe të mos përfaqësohet kursesi dhe në asnjë rast para publikut me dobësinë e papranueshme të 3 ditëve më parë në Zvërnec, ku policia u shfaqe fjetur dhe jo profesionale, duke mos ndërhyrë në kohë për të parandaluar marrjen me forcë të qytetarit, apo duke mos identifikuar dhe arrestuar në kohë punonjësit që goditi me grush qytetarin, ku ajo trup në turpëron të gjithëve. Prandaj, siç jeni ndjeni, kam urdhëruar që prej mbasdites së datës 30 maj të ngrihet një grup i posaçëm hetimor i cili do të hetojë të gjitha veprimet e kryera gjatë protestës, si dhe kam urdhëruar Drejtorinë e Standardeve Profesionale në Policinë e Shtetit, e cila ka nisur menjëherë një hetim të plotë dhe thelluar disiplinor për gjithë zinxhirin komandues të Drejtorisë Vlorë. Po në funksion të nxjerrjes së përgjegjësive, në vijim të veprimeve administrative të kryera nga grupi i posaçëm i Departamentit për Sigurinë Publike për vlerësimin e zbatimit të përgjegjësive ligjore nga subjekti SHPSF Myrto Security 1-3A dhe SHPSF Major Security, rezultoi se të 2 subjektet janë konstatuar në shkelje. Për këto shkelje, mora vendimin për heqjen e licencave për të 2 subjektet e SHPSF-ve private. Jam drejtuar qytetarëve me ndjesë publike për atë informacion të pasaktë, sepse besimi publikut tek policia e shtetit është vlera më e rëndësishme dhe cënimi i tij nuk mund të justifikohet në asnjë rast. Por dua ta përsëris dhe këtu sot atë ndjes, sepse Vlora dhe vlonjatët meritojnë respektin ton më të madh dhe në asnjë mënyrë atë që pan dhe përjetuan atë ditë. Nga ana tjetër, dua të nënvizoj përsëri se policia e shtetit ka për detyrë ligjore të garantojë rendin e sigurinë e protestuesve të çfarëdo natyre, por po ashtu ka detyrë ligjore të mbrojë integritetin e çdo prone private që zotron dokumentacion të rregullt ligjor. Konkretisht, territori i rregulluar rezulton pronë private me dokumentacion të rregullt hipotekor, si dhe me autorizimin ligjor për rrethim. Prandaj, përfitojmë nga rasti të drejtojmë qytetarëve që protestojnë që çdo pretendim që kanë mbi pronën apo zhvillimin e saj të adresojnë në gjykat, sepse drejtësia e jo forca e ndajnë kush ka të drejtë e kush jo në sistemin demokratik. Veprimet hetimore dhe administrative në lidhje me ngjarjen e Zvërnecit vijojnë në bashkëpunim të plot me prokurorinë e rrethit gjyqësor Vlorë dhe me Agjencinë e Mikëshyrjes Policore. Dhe rezultatet përfundimtare të këtyre hetimeve si penale dhe administrative do t'i bëhen të njohur opinionit publik më vonë. Standardi im si drejtori i përgjithshëm është standardi që kërkojnë qytetarët e ndershëm dhe kërkon ligji, një polici profesionale me integritet, garante për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të qytetarëve, si dhe të jetës e pronës së tyre.
Ndërkohë, parandalimi i ngjarjeve kriminale, zbardhja e atyre të ndodhura më parë, siguria gjatë sezonit turistik, siguria rrugore, rritja e sigurisë detare, mbrojtja nga dotja akustike, ndjekja në dinamike shqetësime dhe denoncime të qytetarëve, goditja e armbajtjes pa leje, krimeve mjedisore, kapja e personave në kërkim, parandalimi dhe goditja e kultivimit të bimëve narkotike, si dhe goditja e trafiqeve të palishme, janë në fokusin tonë të përditshëm të punës policisë shtetit për gjatë këtij sezoni veror 2026 dhe jo vetëm. Në përfundim, dua t'u drejtojmë gjithë qytetarëve të Vlorës dhe gjithë Shqipërisë. Policia e shtetit do të jetë e pranishme, aktive dhe e vendosur për të garantuar rendin, sigurinë dhe zbatimin e ligjit për çdo dhe pa dallim. Asnjë shkelje e ligjit, asnjë cënim interesit publik dhe asnjë neglizhencë në përmbushjen e detyrës nuk do tolerohet. Besimi i qytetarëve fitohet vetëm me punë, profesionalizëm dhe integritet. Ky është standardi që kam kërkuar dhe do vazhdoj të kërkoj nga çdo punonjës policie në të gjithë vendin. Kush i shërben me ndershmëri qytetarëve do të ketë mbështetjen time të plotë. Kush cënon ligjin, standardet profesionale apo besimin e publikut do të përballet me ndëshkim. Ky është standardi që kam vendosur për veten time, por njëkohësisht kërkoj që të ndiqet pa kompromis nga të gjithë punonjësit e policisë shtetit. Dhe ndërsa hymë në kulmin e sezonit turistik, prioriteti ynë mbetet siguria e qytetarëve, turistëve dhe komuniteteve lokale. Struktura e policisë shtetit do të jenë të rreth 24 në shtat për të parandaluar paligjshmëritë, për të reaguar ndaj çdo shqetësimi dhe për të garantuar një sezon të sigurt për të gjithë.